mirë mbrëma, çfarë surprize. Knasi të presë. Si e, më bëhet shumë Mirë, qefi. ti si e? Jashtëzakonisht mirë që keni një staf kaq të organizuar. O, faleminderit. Që i kanë organizuar gjërat me sekonda, shumë precis. Kështu punojmë. Hajde të lutem, rehatoj e dashur. Mirë mbrëma. Faleminderit që je këtu. Edhe unë më bëhet shumë qefi, je shumë e mirë, oh my god, live, sa e mirë. Faleminderit. Edhe në kamera, normal. Faleminderit. Me njëherë na dhe këtë energjin për cilën edhe po ju flisja dhe shikuesve. Ani pse ti sot kem pri në Kosovë, pra kjo anë nga Gjermania? Jo, direkt, do më thonë unë i kam këshu kurari, du t'i kry gjërat me sekonda, sepse pasaj për mua bërit këshu, po një kuj bëra shpejt, më duke si kur mungon diçka. Nga ke këto energjin, ose a ka diçka që të bën ty nervoz, që i prish Alidës Terezine dhe nuk e qëtë nga këto binarët që jemi mësu me të Mua pa. më prish Terezin kur shikoj një njeri këshu slow motion, që nuk ecën mas kohës që dua unë, i dua diçka me shpejtësi, dhe kur shikoj diçka tjetër them, o zot, nuk po shikoj, jo, po mbyll syt. Nuk mundem. Nuk është tipi im, diçka e tjetër. Janë Dibranët kështu shumë energjik si Besoj që po, Dibran, në shumicën raste, normal që në çdo vend ka, por në shumicën besoj që 80% janë të tillë. Të del ty ndonjëherë kjo Dibran që atipike, edhe në të shprehur me ndonjë fjalë apo? Në të shprehur nuk e di, edhe kur kemi jetuar në Peshkopi, nuk është se kemi pasur theksin e Dibrame, mendoj që fshatrat e Dibrës e kanë ndoshta më të theksuar. Dhe kur takojmë me kolegët, thonë nuk do besoja kush jeni nga Dibra, sepse nuk e keni atë theksin. Ndoshta tash që jetoj kaq 27 vite jashteti, ka ikur fare komplet qofse e kishim pak. E tani, ata që nuk të njohin jashtë Shqipërisë e Kosovës, pra në Gjermani, aty ku jeton prej vitesh, e kanë idenë se je shqiptare, apo jo? Jo, nga aparenca e parë, thonë, mendonim që je spanjolle, ose diçka në nacionalitet tjetër, por jo shqiptare. Dhe kur e marrin vesh shqiptare, thonë, oh my god, thonë, mos keni vlajnë gjë këtu afër që mund të na pengoj duke folur, jo, them, ne jemi familje artistash, nuk jemi kategori. Para se dal tek periudha jote atje dhe si filloj nga vendimi për t'u larguar e deri tek ajo që je sot, ku m'duket je shumë stabil, shumë komod me atë që ke arritur, ani pse mendoj mes plot vështërsive, po me jep kohë që t'i flasim. Do të kthehemi pak edhe njëherë tek Dibra edhe ajo ndjesia apo kujtime, nostalgjia që mund të kesh kur të përmend dikush për herë të parë. Patjetër, nostalgjinë e kam sepse në ansamblin e Peshkopis kam qenë që e vogël, do më thonë që më kam marrë, në ansamblin nuk kam qenë që në Kopësht, më kanë marrë dhe më kanë kategorizuar, kanë thonë që duhet shkosh patjetër për shkollën e muzikës, sepse ky fëmijë ka shumë talent. Mami ishte atërë në punë, babi ishte shumë i zënë me shërbimet dhe ka qenë vetëm motra e madhe dhe vllai i madhe kanë thënë duhet ta çoni patjetër në shkollën e muzikës në Peshkopi. Atëherë nuk ishte hapur akoma shkolla e muzikës. Dhe e sugjeruan mami që të më çonin në Tiranë. Po isha vetëm 6 vjeç dhe ishte e pamundur për prindin që 6 vjeç ta largoj fëmin. Për fatin ton, mas 6 mujve ose mas ca muajsh u hap shkolla e muzikës në Peshkopi dhe fati që vazhdova për piano. Që nuk do largohesha nga familja dhe kështu do më thëmë nisi rruga ime që fëmi për në fushën e muzikës dhe do thëmë nuk do shteroj ose nuk do mundem kur të ndaloj nga jo. Edhe pse jeta ime ka marrë një rrjell tjetër, shpirti është aty akoma. Pra, me aq sa po kuptoj, të gjithë anëtarët e tjerë të familjes kanë qenë kështu me sy nga ty edhe nga ëndrat e tua, duke mos dashur të prishin qefin. Kjo është familja jote pak a shumë? Kjo ka qenë, po, mendoj, më jep shumë nostalgji se shumë gjëra nga që njeriu jeton shumë, përjeton shumë gjëra gjatë jetës, ca gjëra fshihen automatikisht nga kujtesa, edhe më kujtohet që 6 vjeç atëre ishte pamundur, siç janë sot kushtet të bleje fustane të gatshme, duhet t'i çoje eksa të bëhesh të rroba qepsi, kur do bëhesh të konkursi për fëmijë që do zgjidhesh të kush do fitonte, dhe babi me mamin më çuan në një rroba qepsi që më bën një fustan bojqell, ai fustani nuk miqet kur nga mendja. Edhe unë fluturoja si flutur dhe me zi prisja të shkoja tek ai kontesti, doja të thoja, tek ai konkursi për fëmijë, që kush do zgjidhesh të kush do fitonte. Dhe ajo adrenalin më ka ngelur akoma, që prindit nuk, pavarësisht se atëherë ishin kushtet shumë të vështira, si që shikoj tani që prindit i aktivizojnë fëmijët me gjatë javës nga e hëna deri të premte vetëm aktivizime,
atëherë ishte shumë e vështirë dhe prap prindit nuk na e prishnin qefin. E vërtet. Dhe i falenderoj shumë për këtë gjë. Me kë është ndjerë Alida më e lirë që të flasë për fëmirin e saj, për përjetimet në shkollë, për çdo ndjesi që ti ke pasur? Vetëm me vllajin më shumë, me Stinen. Me Stinen, atë, po, sepse atë kemi kaluar jashtëzakonisht shumë gjëra, shkonim të dy në shkollë dhe atëherë kishim shkollën ka qenë, do thënë, si me thënë, fillimin e peshkopis jetonim dhe ne, shkolla ishte në fund, kur në dalje të peshkopis, dhe esnim mes borës, vllai me violinën, unë këmbë, dhe shkonim 2-3 kilometra në këmbë, çdo mëngjes. Dhe kemi kaluar shumë gjëra bashkë, dhe me atë e flas më shumë pjesën e fëmirisë. Keni bërë rrugën jo vetëm për në shkollë, keni bërë rrugën bashkë edhe për në migrim, në një moshë shumë të hershme, a? Po, shumë herët kemi shkuar atje, sepse ishte koha e 97-ës, ka qenë që në Shqipëri nuk kishte shumë, si që din gjithë, do më thënë, unë isha në liceun artistik në Tiranë dhe nuk është se kishte shumë perspektiva për të... Na e sugjeruan kushërinë tonë që i kemi jetojnë në Bremen, dhe them që ato janë ajo rrugëtimi jonë që morëm neve, nëse do shkonim atje, do shkonim ndoshta diku tjetër, dhe i falenderoj për këtë që na kanë dhënë një rrugëtim jo të gabuar. Një rrugëtim me të vërtet që jo gjithkush do ta sugjeronte. A ishte e vështirë që të kapeshit, po them, në një vend të ri, në një gjuhë të re, plus një moshë të goxha të re, jo? Pa tjetër, se do thoja jo, do ishte gënjeshtër, sepse të gjithë e din që në emigrim nuk është fush me lule, dhe për ne ishte aq më tepër ishim, ne ishim rritur bashkë, po ishim pa prindër, do më thonë ishim, mund të them në thojza akoma fëmijë, por që ishte shkruar ashtu që neve të merrim atë rrugtim dhe nuk ishte e gabuar. Tash Stine me të vërtet u kthye sepse fitoi Top Festin, por unë e mbajta atë rrugtim sepse mu duk e ndjeva veten më të sigurt, është ajo aspekti i femrës, më të fortë, e mbajta atë rrugtim dhe nuk mendoj që... Nuk të doli keq. Jo, nuk të doli keq. Nuk më doli keq. Sa vite u bën, pasi u kthye Stine, sa vite u bën ti pa ardhur në Shqipëri më pas? Mbasi u kthy Stine, mas 3-4 vitesh, ndoshta, ka qenë pjesë... Kishte marrë malli? Shumë, jashtëzakonisht, dhe më thënë, ajo ishte edhe Stine kur u kthye, kishte marrë vesh që është hapur një kontest për New Artist, dhe ne kishim kompozuar me Stinen në kohën që ne rinim atje, kishim kompozuar këngën Lady Lady, unë do dilja si hipopistja e parë, femra shqiptare hipopiste, në ato kohë, dhe Stine ishte me stilin R&B, që ishte këngëtari R&B i parë, që solli atë stil në Shqipëri. Dhe thënë, ishin dy stile që ishin të pa dëgjuara ndoshta. Pa dëgjuara në Shqipëri. Unë nuk kthehesha dot atëherë dhe vendosi Stine mori një këngëtare Abin, e cila e interpretoi shumë bukur pjesën e repit. Hey djalë. Nuk u hatrove ti. Mos të dukem gjë ekstreme bukur pak e dal, kush e di, kush je ti, por që doli shumë bukur. Ishte edhe një vendim i duhur. Mendoj që gjithçka është e shkruar nga Zoti dhe thjesht ishin gjëra të shkruara dhe ne i shkuam asaj mbrapa siç ishte ai rrugtim, unis. Me që po flasim për Stinen, të mbes veç edhe pak tek ai, sepse ti ke thënë që Stine ka zënë vendin e babait. Po. Në çfarë aspekti? Në çdo aspekt. Në çdo aspekt, edhe pse është i vogël i familjes, sygjari. Nesti është ai që edhe pse është një tip, kur e shikon dikush nga jashtë, është një tip i qetë, nuk flet shumë, por është fiks si babi. Në aparencin gjanë mamit, por është në tipare, në karakteristikat e tij fiks si babi. Dhe është me të vërtet një fjalë e thot dhe mjafton, nuk ka nevojë të flasi shumë. Këtë tip ka pasur dhe babi. Dhe ishte shtylla e shtëpisë dhe për neve, Nesti dhe pse jeton larg, gjithë pjesëtarët e familjes tjetër i kam tek mua në Hanover. Prap është ajo hija e ti. Do të thënë që Nesti është me të vërtet ka zënë vendin e babit. Fjala e tij ka vend. Okej. Një raport i shkëlqyer mes juve si familje në tërësi, por veçanërisht mes ju të dyve. Gjë që është shumë e bukur për herë ta dëgjosh, sidomos në ekran. Kur po flasim për këtë periudhë, pra të viteve shumë përpara, ndoshta edhe të adoleshencës tënde, ke marrë aso kohë një vendim goxha
serioz për jetën, për të ardhmen që nuk e di a do e bëje sot, po të kthehesh në moshën e njëjtë për të krijuar. Sigurisht dashuria nuk pyet edhe moshë, kuptoj, po sot si e mendon? Me të vërtet, atëherë ishte një situatë shumë e vështirë, sepse të fillosh nga zero, nga A-ja është ndoshta një shkallë më lartë, po të fillosh nga zero, kur ti në Shqipëri ke bërë vetëm shkollën e muzikës, dhe nuk ke bërë asgjë tjetër në jetë. Do të thonë, ajo ishte imja nga 6 vjeç deri tek liceu artistik që nuk kisha bërë në profesion tjetër. Por unë mendoj që njeriu duhet përshtatet nga njerë, sepse jeta të sill ka sfida të ndryshme dhe ti duhet përshtatesh, duhet bësh elastik si person, duhet i përshtatesh jetesës që të hecësh përpara, që mos ngelesh me një vend. E njëjta gjë ndodhi dhe kohën e koronës, kur gjithçka ishte mbyllur, atëherë unë kisha komplet familje në Hanover, hoteli u mbyll dhe duhet mentoja një biznes, diçka, sepse jeta duhet vazhdonte, pavarësisht se ishte bërë gjithçka stop në atë moment, dhe çfarëdo lloj që të bëje ti ishte gjithçka stop. Dhe vetmja gjë që atëherë funksionoi ishin ndërtimet në Gjermani dhe kompanitë kërkonin për punëtorët e tyre apartamente të mobiluara. Aty më lindi ideja që të formoj kompaninë. Do të thënë në kohën e koronës kur gjithçka ishte nga gjitha anët, qetësi dhe nuk mund të bëj asgjë. Dhe në fakt, sidomos në këtë periudhë kur njerëzit kanë marrë hapa të tillë, kur gjithçka po shuhej, nëse mund të them edhe nga ato kompanitë e mëdha po falimentonin, ti vendose që të nisësh diçka. Pra sot ti ke apartamente të cilat i menaxhon, Jo, janë apartamente, 28 apartamente të mobiluara që unë i jap për kompani të ndryshme që vinë në Hanover për të punuar. Lituania, Slovenia, Polonia, që rëndësi ka, thjesht funksionon, që apartamentet ecin i jap me qira për si booking.com, por jo ditore, javore, mujore. I bie që është një punë që ti e ke gjetur veten edhe je komod edhe nga aspekti financiar, që është shumë i rëndësishëm. Natyrisht, është kryesorja. Ndonë i për vete atë gjitha këtu i ke përqëra, mëj. Apartamentet, shtëpijat, po, i kam blerë, dhe më thënë 3 janë të blera, që i kam blerë të mijat që ke njëra jetoj vetë, njëra është në Spanjë për pushime. Sa bukur. Sa shpesh po shkon? Nuk kam shkuar shpesh, me thënë të drejtën, ka 4 muaj. Po, është gjunav dhe thash tani për çfarë bleva shtëpi, nuk po shkuje. Edhe tani që kam shtëpinë atje, por isha para 4 ditësh shqyr dhe kur nuk jem mësuar shumë që të bësh pushime, për mua 3 ditë janë si 3 javë. Dhe jam happy, dhe me ato 3 ditë jam okej. Më mjafton. Kam përshtypjen dhe besoj që në raport me Kosovën e Shqipërinë, në Gjermani që po flasim, është një treg komplet tjetër i të bërit biznes, që të ka kërkuar edhe ty nga fillimi, ti mësosh një herë hapët, e më pas edhe çështjen e pagesave, sigurisht edhe apartamentet kushtojnë shumë më shtrenjtë se sa këtu. Normal. Apartamentet janë, në fillim 2016 kur bleva shtëpinë e parë, nuk ishin daq lartë çmimet. Them me vetën time, ta kisha këtë mendje që kam tani atëherë, do kisha marrë më shumë. Sa ishin atëherë? Sa u bën sot? Atëherë kanë qenë 204.000 euro, ka qenë shtëpia 3 kaçe që kam marrë, e dyta, tani ajo që mora tani 350. Shtëpia në Spanjë nuk është daq e shtrenjtë, nuk ishte daq e shtrenjtë, por ishte okay për çmimet. Kurse apartamentet e tjera janë me qira, që i jap me qira. I mobiloj dhe i jap me qira. Dhe me gjithë këto, ti nuk e heq dot nga zemra muzikën. Jo, s'ka shans. Dhe pavarësisht sa vite u bën, nuk largohesh dhe nuk ndalesh së sjellur i këngë të reja. Këtë e bën sepse ta ndjen zemra, apo e mendon edhe nga pak tregun e muzikës sot në Kosovë e Shqipëri, që është një lloj, si me thënë, konkurrence ndoshta edhe mes këngëve të një këngëtari e lëre më të tjerëve. Është e vërtet, por nuk është se më intereson shumë sfidat, për shembull. I shikoj projektet e reja, më pëlqejnë shumë, ti ndjek, por nuk është se shikoj si sfidë. Unë thjesht e kam adrenalinë, e kam në shpirt dhe nuk e lë dot. Prandaj dhe e ndjek. The kur jam tekstine dhe kemi projektet e radhës, dhe i them kur do bëjmë projektin e radhës, është për mua një adrenalinë që s'besoj të shuhet ndonjëherë dhe më jep një motivacion për të vazhduar më tej dhe më jep, do të thënë, kam një ndryshim gjatë asaj jetës të njëjtë që e kam në Gjermani. Një rutinë. Kjo është një rutinë, kurse kjo është diçka tjetër që më jep një adrenalinë që më jep prapë energjinë për të filluar përsëri. Dhe mirë bën se jep adrenalinë edhe skenës këtu. Investon shumë edhe në klipe, Alida, gjë që është e dukshme, të paktën nga ajo që shohim në përditshmërinë tonë edhe prurjet e artistëve tanë. Është e vërtetë. Cili mund të ketë qenë një vend më
më i veçanti që ti ke zgjedhur për xhirimet e tua dhe o e ke bo, o s'ke pyet hiç? Për atë e kam, do të thënë, kur e them diçka, do ta bëj të flamurin, do ta marr me vete, o plas, dhe do ta marr se s'bën, se ndryshe. Kur i zgjidh, në fakt skenaret është Nesti regjizori që i sjell pak a shumë i jap dhe unë mendimin çfarë dua, normal, dhe pastaj ai është regjizori që e lexoj gjendorën atij. Klipin e fundit që e bëm në Greqi, kisha qef ta bëja në Ibiza, sepse kur bleva shtëpinë në Spanjë, nuk e dija më përpara, me thënë të drejtën, se sa e bukur ishte Spanja dhe sa opcione kishte, sidomos për videoklipet verore, janë ato ngjyrat, dhe i thash Stines që duhet ta bëjmë në Ibiza. Në moment të fundit, Stine ka pak fobi avionin, vendosëm që ta bëjmë rrugë toksore në Greqi, pra bukur doli, po që nuk është se më kalon në një mbres diçka që se kam realizuar. Kur e kërkoj diçka, e realizoj, dhe nuk është se më ka ngelur peng diçka, se s'po më vjen mendje tani. Pra nuk... Diçka të paralizuar, jo. Nuk e lem pa realizuar edhe nëse ka një kosto tepër të madhe. Jo, s'ka shans, jo. Sepse janë gjëra që ngelin, aty nuk mund të mendosh... Okej, kjo nuk bëhet, sepse ka këtë kostot madhe. Kur e mendon ta bësh diçka, më mirë bëje, po ta lësh për gjërat vogla, pastaj bëhesh pishman se janë gjëra që ngelen në arkiv dhe... Për Stines, që e kuptojmë këtë dhe e dim se edhe nga muzika dhe që jeni nga fusha e njëjtë, juve bashkëpunoni shumë, po kush tjetër i dëgjon këngët e Alidës para se ti dëgjoj publiku? Kuj ti merr mendimin? Me kë këshillohesh? Kush të ndihmon me këto vendet, me pamjet? Jam me mamin gjithmonë që e dëgjon këngën, dhe thot Stine, si ka mundësi, me këngët e Alidës bën gjithmonë Duart Roket, me të mijat jo. I vjen kështu instinktivisht, bën dhe shaka normal. E para është që i dëgjon mami këngët. Po djali? Angelo nuk është se përzihet shumë, është tip gjerman, më shumë, nuk... Sa vjeç u bëj tani? Angelo 27 kam mbushur. Pra se shija edhe fotografi si me qenë shok ju, a? Nuk e që donë. Nuk e që donë, por është diçka që dhe unë nuk e besoj tani, sepse... është e pa imagjinueshme në fakt. Ta shohësh Alidën thuar se ka djalin 27 vjeç. Është vërtet, po. Je bona në moshë të reja. Po. Sa vjeç ke qenë? Kam qenë në 18 e gjys kam qenë, kur jam bërë... Por nuk e kam pishman, sepse mendoj që kolegët e mija ndoshta fillojnë tani në këtë moshë, ose kam filluar para 5 vitesh, dhe unë e kam djalin kaq të rritur. Jeni rritur bashkë, a? Jemi rritur bashkë, dhe kur shkonin te shkolla kërcimit, thonin, wow, motra jote është shumë e bukur, thoshte, no, it's my mom, it's not my sister. Si është raporti ju të dyve, më fol pak? Mirë, nuk është se përzihet shumë, është tip i qetë, më ndihmon te kompania, është tip që nuk përzihet, domethënë është në botën e vet. Ka krijuar atë rehatin, ose i ke dhënë ti këtë lirin që të flasi me mamin për çka do? Ka pas folur më shumë, po tani jo, nuk është se flet. Tani jo, a je gati për termin vjerë, Alida? Jo se besoj, nuk e besoj. Inshallah ka, akoma ko. A ka qenë e vështirë me qenë edhe një grua që tenton të ndërtoj karrierën e saj, por edhe një nën shembullore për Angelon duke qenë vetme, Alida. Si e ke përjetu? E kam përjetuar shumë në fillim, sepse të thash që ishte shumë e vështirë. Në fillimet nuk është se kanë qenë, kisha prindrit afër, kisha dikë që të ndihmonte, gjithçka do ta bëja vetë, isha vetë nën, vetë baba, dhe të luash të dy rolet. Kur ke familjen afër, është një ndihmë e madhe, kur je vetëm, do ta përballosh gjithçka vetë. Dhe flas nga aja deri tek zhëja. Do të duhet shkoja vetë në punë, të mbuloja gjithçka, jetesën, qiran, të gjitha, dhe djalit mos i mungonte asgjë. Sepse kisha si peng, thoja, po i mungoj diçka, mendoja që mos i mungoj babai, mos i mungoj, edhe mundohesha t'ia plotësoja të gjitha vetë. Prandaj, kjo ka qenë në fakt, okej, mendimi imi, ndoshta i shumë nënave që kanë rritur fëmijët vetëm. Më vonë, kur e mendoj që nuk i mungon të asgjë, nga njerë fëmijët e vujtur është pak t'i lesh, ose t'lastuar, në qofë se thonë lasnitur, ne dipranet. Më mirë është t'i lesh pak të vuajnë pak, që të mësojnë më shumë për jetën më tej, sepse duke i pasur gjitha kushtet, janë pak të lastuar dhe është më mirë neve që kemi vujtur, brezi jonë, kanë dalë fëmijët më shumë që e qajnë jetën. Kurse ne prindi që ja kemi krijuar fëmijëve gjithçka, janë pak më
thot, se i bën mami, po, se i bën kjo. Ndihen më komodë, Më komod, pikërisht. do vinë të gatshme ato, pse të mundohem unë kur i bën mami apo babi, pajtohem plotësisht. Tani e mendoj, them, ti kishte menguar ndoshta diçka, do ishte më mirë, por është vonë, natyrisht. Po gjithsesi ti ja dole që ta rrisësh ato edhe të mos i mungoj asgjë. Dhe ai të bëhet tashmë një djalë i pjekur, i rritur, që sigurisht edhe kjo nuk të ndaloj ty që ti të vazhdoje karrierën tënde, siç po thoja prej fillimit. Biles në gjithë kësaj periudhe ti krijove atë këngën vuaj që çau edhe kufit shqiptar dhe një këngë kjo ishte unis për dedikim apo ti e ndjeve atë shumë dhe je një artiste tipike sa gjithë njerëzit mendonin kjo ose po ndjen fjalët që po thot sepse i ka ndodhur ose është artiste me gjitha kufime. Ishte një rastësi në fakt atë natë, më ka sjellë një producent 2 bite, edhe tek njëri bit që ishte stili i Sjarës, u frymëzova brenda natës dhe kam krijuar këngën për 2-3 orë. Domethënë kur vjen frymëzimi vjen dhe ndoshta mund të rish tek një projekt të 3-4 muaj dhe nuk vjen asgjë, por ishte momenti i frymëzimit për atë këngë që brenda natës u krijoi dhe as vetë nuk e besoja që ajo këngë do dilte një hit asnjëherë në botë. Më duket kjo është sekreti, se shpeshherë i pyes artistët, a keni zbuluar formulën që krijon hitin dhe më duket që në bazë të përgjigjeve vijnë taj përfundimi që gjërat e shpejta dhe spontane kanë sukses. Dhe të tjera që mundohesh muaj, vite ndoshta, vite ndoshta është eksagjeruar, po muaj të tërë është diçka që atë që pëlqen populli nuk mund ta dish kur përpara. Çfarë hyn, domethënë kur kënga u bë internacional, u habita sepse unë këngën e kam kënduar në shqip dhe tek këngë të tjera kam kënduar gjermanisht, anglisht, kam pas dhe spanjisht. Domethënë jam munduar të jem internacional në tekstet e mia, por te kënga vuaj kur shikoja domethënë Rusia, Gjeorgjën, të gjitha vendet që nuk e kuptonin gjuhën fare, mendoj që nga melodia janë... E ka ndjerë. Kur muzika është e bukur, nuk ka rëndësi e një gjuhën. është një plus më pas që ta kuptosh. Pikërisht, po. Kemi plot raste që mësojmë përmend ato këngët ose hyjmë nxjerrim veç për kthimin dhe na mjafton, kënaqemi me aq se e ndjejmë shumë interpretimin. Për Alidën edhe natyrën e saj, çka ka Alida një limit në dashuri, që ti nuk e toleron dot, dhe aty, si me thonë, i vendos vetës një mburoj që secila grua duhet ta bëj që të mbrojë ndjenjat e veta edhe karakterin e vet. Është diçka që do ta thoya tek muzika, është e vetmja gjë që nuk do të lejoja njëri që të më ndalonte, sepse jam rritur me të dhe nuk do lejoja kur që dikush të dali kushdo qoftë. Ka tentuar dikush ta bëj? Jo, ndoshta ndoshta pak ka qenë afruar, por kur e kanë vënë re që jam me të vërtet e çmendur pas muzikës, sepse ndjej në shpirt, do të thënë është paksuar pak ajo kërkesa dhe është tërhiqemi dy hapa mbrapa, se s'ka mundësi t'ja dal me këtë. Është vërtet. Pra te muzika nuk toleron asesi as këtë të poezijet. Ndoshta me kalimin e kohës, ndoshta më vonë, po nuk besoj, sepse është diçka që rrjedh nga shpirti, është as mund ta imagjinoj dot që mund të rria pa muzikën. Është e pamundur. Çka do të bëje për muzikën? Pra deri ku, me limitet e tua nuk kalohen deri te muzika, apo për muzikën, çfarë do të bëje? A ka një, sepse ti edhe me aq se po flasim deri tani ke eksperimentuar edhe me gjuhët, edhe me ritmet, edhe me gjithë atë energjinë që ke sjellur në klipe edhe në performancat në skena të ndryshme. A ka diçka që s'do e bëje në muzikë? Qoftë zhanër, qoftë duet, jo, me duetet nuk është se kam pasur problem. Jo, e vetmja gjë që se kam dashur kur dhe Stine se ka dashur, që mundohu gjithmonë që të depërtosh tek njerëzit talentin dhe jo trupin. Domethënë të ekspozoja trupin ose nuk e kemi pasur asnjëherë këtë, sepse thjesht donim që njerëzit na donin për atë që ne krijojmë për kompozimet tona dhe jo
do të thënë siç në shumë të rasteve është bërë më shumë muzika sot për sot, më shumë shikohet se sa dëgjohet. Të vjen keq për këtë kur shem base edhe unë po flas gjithmonë për tregun tonë. Natyrisht, për tregun tonë natyrisht. shqiptar. Qa të pengon kur she ose kur dëgjon edhe në radio nga këngët? Pra qa është një gjë që duket tepër përsëritet dhe të doje ose edhe me miqtë tu të muzikës kur takoheni i shkëmbeni këto si shqetësime, po them. Okej, nuk është si shqetësim, nuk e shikoj mos si shqetësim fare, po thjesht është okej, do ta thoja traurish. Traurish në gjermanisht është si thuhet, shadem. Ma përktheni dikush këtë traurish, të lutem. Fatkeqësisht, okej, nuk është fjala fatkeqësisht që ka arritur në këtë pikë. Është gjunaf, ne kur takoj kolegë që kanë dëgjuar këngët e para të mia sa duhemi, shumë ose më ka ndodhur një herë në Amerikë që ka ardhur një çift ishte 25 vjeç dhe më thot Alida të lutem, a do na këndosh sot këngën sa duhemi. Po mendoja tani sa vjeç mund të kenë qenë këto? Kur unë kam nxjerr këngën sa duhemi, se kënga sa duhemi ka qenë 2008, duket 2007, diçka e tillë. Thash sa vjeç do kenë qenë këto që po kërkojnë këngën sa duhemi. Dhe më thon shumë kolegë, nuk ka më siç kanë që muzika më përpara, nuk ka më këngë të sotshme. Janë bërë shumë simple, do të thënë më shumë shikohet, më se sa dëgjohet. Merr malli për ato tekstet që kanë pasur shumë kuptim më përpara. Edhe live-i, të thënë drejtën, të interpretimin live, mungon shumë. Ka tjetër ndjenjë, po, është e vërtet. Mungon në mbrëmjet që të gjithë neve dëshirojmë ta dëgjojmë, mungon në televizione. Normal, sepse ka tjetër ndjenjë kur interpretohet, është tjetër live, tjetër... Alida, nuk e di sa herë mund ta kemë bërë këtë pyetje, ndoshta vite më përpara, po tani e kuptoj që ti ke stabilizuar jetën tënde në Gjermani dhe shqyr zotit gjithçka është në rregull, puna po shkon vaj e ti je më e lumtur se asnjëherë, po e ke menduar kështu të kthehesh ndonjëherë në Shqipëri edhe tek tuk të shkosh në Gjermani për e kam menduar përpara se të vinte familja në Gjermani 2013-ën. E mendoja si që do kthehesha këtu dhe ndoshta mund të shkoja përsëri në Gjermani, po më shumë këtu ta vazhdoja të isha më afër muzikës, sepse unë shumë vite nuk kam shkuar në për intervista, dhe njerëzve ju mungon kjo gjë, sepse fansa duan të shikojnë dhe si Alida live, jo vetëm tek videoklipet, jo vetëm se është ky live-i që the dhe ti, tjetër është kur je live, dhe tjetër je kur je vetëm në videoklip duke performuar. Por kur më erdhi familja, atyre unë ndjeva më e fortë, më stabil. Dhe aty mendova, thash, tani nuk besoj që të kthehem më, sepse më erdhi ajo që më mungonte, komplet familja atje. Tani më nuk ka sens që të kthehesh. Vetëm Stine më mungon, por inshallah dhe ai vjen më vonë andej. Besoj që do të kompletoheni diku. Inshallah. Elida, ishte shumë qejf të të takoj edhe të kem sot në këtë pasdite këtu. Të faleminderit shumë. Shumë suksese, të pres kur do herë që të jesh në Kosovë. Me shumë knajtësi, unë ndjeva jashtëzakonisht mirë. Më vjen mirë. Dhe pata atë ndjenjë sikur kam vite që të njoh, pavarësisht është era parë që të pashtu. Më vjen mirë që e ke shijuar po atë zonë. Miq, po ju lëmë marketingun, kthehem pas pak tek ju.